Histori që ndanë nuk janë thjesht rrëfime abstrakte nga librat e historisë, ato janë përvoja të jetuara, të përshkruara me dhimbje dhe shpresë, të atyre që përballuan sfida të paimagjinueshme në regjimin komunist në Shqipëri. Çdo histori është unike dhe personale, por së bashku ato ndërtojnë një narrativ kolektive që na kujton çmimin e lartë të lirisë dhe dinjitetit njerëzor, dhe si një përpjekje për të mbajtur gjallë dëshmitë e tyre, për t'u dhënë zë dhe për të mos i lënë harres, erdhi edhe ekspozita Rrugtimet papritura të jetës, e çelur në vendin e dëshmisë dhe kujtesës Shkodër. Ajo përbëhet nga 40 portrete njerëzish nga gjithë Shqipëria, që janë fotografuar nga fotografi koreano-gjerman Donga Choe. Duhet thënë që kjo ekspozit përmban profilet e 40 njerëzve të shpërndarë gjeografikisht në gjithë Shqipërinë, janë njerëz të cilët kanë pas një histori, duhet thënë patjetër personale në raport me diktaturën komuniste, pra në raport me vuajtjen. Dhe teksa unë personalisht shikoja profilet atyre njerëzve, shihja dhe kuptoja në ato foto që aty kishte një emocion, kishte një ndjenjë, kishte një gjendje shpirtërore. Dhe është një ekspozitë e cila na bën të reflektojmë shumë për të kaluarën tonë, për atë periudhë historike, dhe duhet thënë që shenjat e asaj periudhe historike janë edhe të dukshme në shoqërinë shqiptare. E plotësojnë atë mozaikun e përndjekjes, të vuajtjeve, por edhe të ëndrave dhe të shpresave të ndërprera. Dhe ndaj dhe kjo ekspozit quhet kështu, udhëtime të paparashikuara të jetës, sepse shumica e historive që ju do të lexoni aty shkurt, tjetër plane kishin jetën e tyre dhe tjetër pastaj përfunduan. Në Shqipëri ne njohim në këto 30 vite vetëm fytyrat e persekutorëve, por jo fytyrat e viktimave, jo fytyrat e të persekutuarve, jo fytyrat e ishte-burgosëve politik, e atyre që u rritën dhe jetuan për gati gjysmë shekulli në vendet e internimit. Dhe ishte koha tani që ta kishim një ekspozitë të tillë, në të cilën ata të vendosen në qendër. Ata që ishin protagonistë të këtij rrëfimi fotografik, pas vuajtjeve që kaluan në ato vite të errta, sot kanë një mesazh për shoqërinë. Në Shqipërinë komuniste, mirë u përsekutuan gjithë populli, por në mënyrë të veçantë që janë tregu të pamëshirshëm në internimet e nanave kanë marrë edhe fëmijët. Dhe në dokumenta ka vetëm emrin e nanës dhe ditëlinje që janë vu pas janë vetëm moshë fëminore dhe shumë fëmijë kanë vdek në kampin Shfarosës dhe të Pelenës. Ju uroj suksese për ekspozitën, por uroj që brezi i ri ta kapi këtë temë, që e keqja mos përsëritet, por që të mos harrohet se e keqja përsëritet në forma tjera. Besova shumë në premtimin e kamaleonëve, se Shqipënia do të bëhen ndryshe, se të persekutumit do të jenë shkollat me privilegj, se fëmijët e tyre do të jenë privilegjuar jashtë shtetit, por kjo nuk ndodhi. Ka vjeqe ka dalë 11 vjeqe. Ka shku 2 ka dalë 11. Po se i ku baba? I ku baba të ljozë. Baba jem kur ka harës ka shku nana me gjithë, a kënë 82 vjeqë. Atë se martu asgjo. Kur ka ullë për javëve të ka thënë, faleminderes demokracisë, po në Shqipëri se kom në 2 fëmijë vëgjel nuk e nja. Ne këshim martu dhe fëmijët. Ekspozita në vetvete është një mesazh për të ardhmen, një thirrje për drejtësi dhe një kujtesë se historia nuk është një kapitull i mbyllur, por një përgjegjësi për çdo brez. Kjo ekspozitë do të prezantohet së shpejti edhe për publikun gjerman, duke dhënë mundësinë të njohë më nga afër natyrën e egër të diktaturës komuniste shqiptare dhe pasojat e saj të thella që ende ndihen sot në shoqërinë tonë.